Kur natyra flet në heshtje, udhëtim që qetëson mendjen. Ka momente kur fjala bëhet e panevojshme, kur zhurma e botës shuhet, kur ritmi ngadalësohet, kur mendja pushon se vrapuari, atëherë fillon të flas natyra, jo me zë, por me heshtje. Një heshtje që nuk është boshllëk, por prani, një prani e vjetër sa vetë toka. Në këtë udhëtim nuk ka rrëfim me ngjarje të shpejta, nuk ka kulme dramatike, ka vetëm frymarrje. Frymarrje e tokës, e pyjeve, e ujit dhe e qenjeve që jetojnë pa nxitim. Natyra nuk ka nevojë të shpjegohet. Ajo ekziston dhe në ekzistencën e saj nafton të kujtojmë se edhe ne dikur jetonim kështu. Heshtja e natyrës nuk është mungesë tingulli, është harmoni. Një harmoni ku çdo gjë është në vendin e vet. Era që lëviz, gjethet, nuk kërkon vëmendje. Uji që rrjedh nuk nxiton të arrijë diku. Drita e diellit nuk pyet këtë ndryshoj. Çdo gjë jep atë që ka, pa kërkuar asgjë në këmbim. Në pyje koha nuk matet me orë, ajo matet me dritë dhe hije, me stinë dhe rënjë. Pemet nuk krahasohen mes tyre, ato rriten sipas ritmit të tyre, duke u përkulur kur era fryn fort dhe duke qëndruar drejt kur qetësia kthehet. Ato e dinë se rezistenca nuk është luftë, por përshtatje. Në këtë heshtje mendja njerëzore fillon të çlirohet, zërat e brendshëm, shqetësimet, mendimet që përsëriten, dal nga dal humbasin forcën e tyre. Jo sepse zhduken, por sepse nuk janë më qendra e gjithçkaje. Natyra nuk konkurron me mendjen, ajo e përqafon atë, derisa mendja pushon së luftuari. Kafshët e egra jetojnë brenda këtij ekuilibri. Ato nuk planifikojnë për vite, nuk mbajnë barrën e së kalurës dhe nuk kanë kohën për të ardhmen. Ato ndjekin instiktin, ritmin dhe nevojën. Një drer që ndalet për dëgjuar pyllin, nuk po mendon për frikën, por për praninë. Ai është aty plotësisht. Në lëvizjet e tyre ka qetësi, në pushimin e tyre ka siguri. Në jetën e tyre ka një mësim të heshtur. Jeta nuk ka nevojë të jetë zhurmshme për të qenë e plotë. Uji është një tjetër mësues i heshtur. Ai nuk përplaset me forcë për të dëshmuar ekzistencën e tij. Ai rrjedh, gjen rrugën më të lehtë. Jo sepse është i dobët, por sepse e di se durimi fiton mbi rezistencën. Në çdo lum, në çdo pikë uji ka një mesazh të qartë. Vazhdo pa u thyer. Kur shikojmë natyrën për një kohë të gjatë, fillojmë të ndjejmë diçka të ndryshme, një qetësi që nuk vjen nga jashtë, por zgjohet brenda nesh. Një qetësi që na kujton se trupi ynë e njeh këtë gjuhë, sepse edhe ne jemi natyrë. Rrahjet e zemrës ndjekin ritme, frymarrja ndjek cikle, gjumi dhe zimi ndjekin dritën dhe errësirën, por jeta moderne na ka larguar nga ky ekuilibër. Kemi mësuar të jetojmë kundër natyrës sonë, duke harruar se paqja nuk gjendet në shpejtësi, por në pranim. Heshtja e natyrës nuk kërkon që të largosh nga bota, ajo kërkon vetëm të ndalesh, të shikosh, të dëgjosh, të jesh i pranishëm pa gjykim. Edhe një pamje e thjeshtë, një pemë në erë apo një zog në qiell mund të bëhet portë drejt qetësisë së brendshme. Në këtë udhëtim nuk ka udhërrëfyes. Natyra vetë është udhërrëfyesi. Ajo nuk jep përgjigje të drejtë për drejta, por krijon hapësirë që përgjigjet të lindin vetë. Dhe ndonjëherë përgjigjja është thjesht ndjenja se gjithçka është ashtu siç duhet të jetë. Kur nata zbret, heshtja thellohet, yjet shfaqen pa zhurmë, pa lajmërim, ata kanë qenë gjithmonë aty. Ashtu si paqja, ne thjesht kishim harruar të ngrinim kokën për ta parë. Ky dokumentar nuk kërkon të shpjegojë natyrën. Ai fton të përjetosh heshtjen e saj. Sepse në atë heshtje mendja pushon, shpirti qetësohet dhe njeriu rikthehet tek vetja. Kur natyra flet në heshtje, ajo nuk flet vetëm për veten, ajo flet për ne. Dhe nëse dëgjojmë me kujdes, mund të kujtojmë diçka shumë të thjeshtë, se jeta nuk ka nevojë të jetë e vështirë për të qenë e vërtetë.